Me afrimin e zgjedhjeve parlamentare të 11 maj 2025, partitë kryesore në Shqipëri, Partia Socialiste dhe Partia Demokratike, kanë intensifikuar takimet nëpër qytete duke prezantuar programe dhe premtimet elektorale për qytetarët shqiptar. Kryeministri Edi Rama ka vendosur integrimin evropian në qendër të fushatës së PS-s, duke paraqitur votën për Partinë Socialiste si një mesazh të fortë që sipas tij do të përshpejtonte negociatat e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Në një seri takimesh në qytete si Vlora, Gjirokastra, Lezhë dhe Shkodra, Rama ka theksuar rëndësinë e këtij integrimi për të ardhmen e vendit. Në aspektin ekonomik, kryeministri Rama ka deklaruar se paga mesatare në sektorin publik ka arritur në 1.000 euro nga 372 euro kur mori detyrën. Paga minimale është rritur nga 157 euro në 400 euro me planin për ta çuar në 500 euro në qershor, një masë që do të hyjë në fuqi në janar të 2026. Këto masa sipas tij synojnë të përmirësojnë standardin e jetesës dhe të forcojnë ekonominë e vendit. Nga ana tjetër, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka shpalosur një program ekonomik që synon rimëkëmbjen e ekonomisë. Ai ka premtuar rikthimin e taksës së shes në nivelin 10%, duke konsideruar atë si taksën më të drejtë dhe që jep frymëmarrje ekonomisë. Gjithashtu Berisha ka propozuar uljen e tatimit mbi vlerën e shtuar në 15% me synim për ta ulur dhe më tej në të ardhmen. Këto masa synojnë të lehtësojnë barrën fiskale për bizneset dhe qytetarët, duke stimuluar rritjen ekonomike dhe krijimin e vendeve të reja të punës. Okej, le të marrëmi pak me fushatën tani, përpara se të ndalojmë tek pikat kryesore, kush e ka dorë me lëshuar në premtime, PD-ja duket se mund të thuhet që është më dorë lëshuese PS-ja, PS-ja është pak më përmbajtur, e kam fjalën për ofertat, për pensionet, për rritjet pagat e këto. Po qëndrojmë te dy çështjet kryesore. Rama thot në 2030 me ne në Europë, me ata në kënet. Diskutojmë këtë fillimisht Lubonja, në Europë në 2030 ose në kënet. Këto janë zgjedhjet, thotë Rama. Pastaj do shohim çfarë thot Berisha. Po çfarë them? Si po duket deri tani fushata një herë, më jep një karon fushata apo është ndryshe kjo? Këtu nuk është problemi se e vendos fushata rezultatin e zgjedhjeve, sipas mendimit tim. Fushata pak ndikon më së shumti këtu fushatat dhe premtimet janë një lloj fasade që bëhet. Sidomos nga ana e kryeministit, se kryeministri është në pushtet. Berisha ka një fushat, për mua ju e thatë dorë lëshuar sikur të ketë në gjë në dorë. Jo, në Kur s'ke gjë në dorë mund t'i jo se dorë lëshuar është që ke para, por nuk i jep. Ai s'ka asgjë, kupton? Ai vetëm lëshon premtime. Duhet i japë edhe para. Lëshon premtime dhe them drejtën, janë krejtësisht pabesueshme dhe janë logjike. Se di dhe unë për vete jam kundra këtyre lloj fushatave që i marrin njerëzit për budallënj. Kështu do duken deri tani pse? Nga premtimet e ke fjalën, të egzageruara. Të dy palët. Berisha thot, unë do t'ju rris këto, kështu, atëre, me që se përna fut këtu, lidi shohem, ja po i lexoj, se thash kisha marrë një mendim, fillimisht një mendim të përgjithshëm. Mi trego regjia lutem po. Atëre, Partia Demokratike, minimumi jetik 200 euro, karta konsumatorit 450 euro për çdo qytetar që merr minimumin jetik, pensioni minimal 200 euro, paga minimale 500 euro, paga mesatare 1200 euro, trefishim buxheti për arsim, ulje të çmimit të energjisë, ulje të çmimit të naftës, taksa e shesh 10%, ulje sigurimeve shoqërore, TVSH-ja 15%, energjia elektrike 6 lek për kilovat nga 18 aktualisht, taksa e shitjes pronës 2% nga 15 që është, çmimi i karburantit plus minus 10 lek sa në Kosovë, përjashtim nga taksat për 5 vite për ata që kthehen dhe investojnë, çdo njeri që investon gjerë në moshën 25 vjeç është pa taksa. Partia Socialiste çfarë thot? Në vitin 2030 Shqipëria në BE, në janar 2026 paga minimale 500 euro, në mandatin e 4 paga mesatare në sektorin publik 1300 euro, në mandatin e 4 pension minimal 200 euro, në mandatin e 4 paga mesatare 1000 euro dhe brenda vitit 2030 të ardhurat për banor shkojnë në 15000 euro. Këto janë kryesoret. Okej, Lubonja. Janë kryesore në fushën ekonomike të mirëqenies, sepse kryesisht në fushën ekonomike, PS-ja ka dhe në fushën ekonomike. Problemi i PD-s është ky, që premton aq shumë, ndërkohë që në qoftë se
si që mendoj unë të paktën, jemi një vend që nuk prodhon përveç se drogë, para droge, kryesisht, se s'po them 100%, që qarkullon vetëm industria e ndërtimit, nuk mundet ti, qofse luftosh këtë trafik droge, si që pretendojnë ata se ju thonë vetëm si do rrisim këto, po është problemi ku do t'i gjesh parat, që do t'i japësh ti për të rritur këto, atëhere ka një kontradikcion. Nuk mundesh. Ose unë gjykoj që kush e merë seriozisht punën në këtë vend, vërtet për të bërë një Shqipëri normale, jo madhështore, po normale, duhet të ketë parasysh që ka të bëjë me një të smur rënd nga pikpamja e sistemit ekonomik, i cili si çdo i smur ka nevojë për një terapi shumë serioze që do ta dobësojë. Pra, për ta thënë pa metafora, shqiptarët nga trafiku drogës duhet të kthehen tek fushat ku të mbjellin domate, kastraveca, ku di unë po e thjeshtëzoj, dhe të punojnë pra, dhe jo të vjedhin. Dhe kjo kërkon një sistem, një gjithçka që nuk mundet ti premtosh parajsën, por kundrazi do ju thua shtrëngohuni, sepse vetëm kështu mund të bëjmë një vend normal që mund të rritemi nesër dhe të rrisim fëmijë në një vend ku ti je i ndershëm ka rëndësi. Se këtu s'ka rëndësi ti je i ndershëm. Dhe për sa i përket Ramës, Rama premtimet që ka nga pikpamja ekonomike më duken edhe të realizueshme me këto. Por Shqipëria është ky problemi, do ju fus në Europë, thotë. Dhe ato nxori atë pasaportën, ja do jap pasaportën evropiane. Problemi është që po i dhe pasaportën evropiane shqiptarëve me këto kushte dhe jo ekonomike vetëm, ikin gjithë. Dhe siç kanë ikur. Dhe tani ky është problemi. Ti pra paradoksalisht, po ju merë votën atyre, duke ju premtuar se do shpëtoni nga e keqja që po ju bëj unë. Se kështu përkthet, unë jam ai që ju kam bërë që t'i ikni, tani unë do t'ju jap dhe pasaportën që t'i ikni. Kuptoni dhe më votoni se unë do t'ju jap pasaportën që t'i ikni. Se normalisht, ky duhet premtoj të bëj një Shqipëri, jo në Evropë, po të bëj Shqipërinë sa do ku do Evropë, me standarde evropiane. Më thonë juve se ku janë standarde evropiane në Evropë. Dhe një gjë të fundit fare, në të paktën në projektet e tyre, se unë kujtohet Zapatero i famshëm, se në Spanjë, që një kohë që u rrit shumë Spanja me ndërtime. Sot të gjithë thonë që është shkatëruar Bregdeti nga ndërtimet, por të paktën më kujtohet që kur erdhi në mandatën e dytë, e kishte sfidën e parë transformimin e ekonomisë, sepse dije që kishin hyrë dhe s'kishte më burim, transformimin e ekonomisë nga ato ndërtimet me cilat kishte bërë dhe ishte rritur në diçka tjetër. Keni ju këtu në një gjë që transformohet në një gjë. Këtu vetëm resorte, vetëm ndërtime, asi gjë tjetër, e njëjta gjë, vazhdon. Sepse është ajo që thash, është pastrimi parave, është mekanizmi që e mban pushtet. Okej, e ke ndjekur pak fushatën? Po. Si duket? Mirë. Mirë. Okej. Mirë si, kur, pse? E kemi më kollaj atëherë shojmë tabelat? Jo. Nëse nuk ke një mendim akoma për fushatën? Jo, shua. Partia Demokratike ka një problem shumë të madh, që mendon se votuesit votojnë për programe, dhe që mendon që votuesit janë racional dhe po t'i japësh disa gjëra teknike, do votojnë për ty. Fushatat bëhen me frymëzim, fushatat bëhen me një vizion, do t'i japësh njerëzve një vizion, të duan votojnë për ty. Bëhet me një histori, me një narrativ, nuk bëhen me programe teknike të cilat njerëzit nuk i përtypin dot, e para. E dyta është që, nëse ne flasim për programe, asnjë nga këto nuk është programe, asnjë. Këto janë dëshira, as premtime, sepse që ti të thuash unë do marr një masë të caktuar, një herë para punës për të bërë një program, çështja fillon çfarë problemi po zgjidh. Pra, kush i ka bërë analizën e ekonomisë shqiptare, thotë ekonomia shqiptare ka këtë problem kryesor, këtë problem dytësor, këtë problem tercor. Dhe për zgjidhur problemin do marr Tomasa, siç e mendon ai. Ne nuk kemi një analistë të ekonomisë shqiptare. Po ti bësh një analistë të ekonomisë shqiptare, është një gjë komplet tjetër që ne nuk e flasim fare. Ekonomia shqiptare është një ekonomi e cila është anemike, është krejtësisht e futur në turizëm edhe në ndërtim, dhe është shkatëruar komplet baza prodhuese, po shkatërohet baza eksporteve që u ngritën në shumë vite, po shkatërohet pothuajse çdo gjë tjetër dhe po ngelemi vetëm
ndërtim dhe turizëm dhe generatori kryesor i parave në këtë sektor janë parat që vinë nga jashtë, sa të lishme, sa të palishme, nuk e di se si, por janë para që nuk vinë si investime të huaja, po vinë përmes kanaleve private apo individuale. Dhe ky është problemi shumë i madh. Pastaj nga ana tjetër ne kemi monopolizimin e shumë sektorëve. Sektori i naftës është i monopolizuar, sektori farmaceutik është deri diku oligopol. Ke sektor të tjerë merri me radhë sektorët, madje deri tek ushqimet që ne importojmë janë oligopole, janë pak persone. Këto janë probleme thelbësore. Dhe çka ka krijuar kjo? Ka krijuar mungesën e mundësive. Pra po ti je njëri sot dhe të kesh një dëshirë për të marrë me aktivitet zor se gjen mundësi në Shqipëri, për të ngritur një biznes apo për të punësuar diku një profesion. Duhet bësh pjesë e kësaj strukture ekonomike. Për mos pasaj që depërtimi i krimit në ekonomi, jo vetëm në ndërtim, por edhe në tendra dhe kontratat publike, është një problem i jashtëzakonshëm. Dhe fundit fare është që ekonomia shqiptare private është e gjitha e varur nga shteti. Biznesmenët e mëdhenj të Shqipërisë, të gjitha privilegjet ekonomike i kanë nga shteti. Dikush ka monopol, dikush ka koncesion, dikush ka kontrata publike. Ti ke kompani nga më të mëdha në Shqipëri, të cilët kanë vetëm një klient që është shteti. Dhe kjo ekonomi është një ekonomi e cila nuk është afatgjatë. Në momentin që do pritet para e drogës, në momentin që do priten paratë e emigrantëve, kjo ekonomi kalon në krizë totale sepse nuk prodhon dot vlerë të shtuar dhe nuk ka teknologji, nuk ka shumë problem. Ky është analiza e ekonomisë dhe kjo duhet analizuar me shifra edhe në thellësi. Për të mos thënë pastaj se ka sa duash, që burimet natyrore që ne kemi janë të gjitha po shpërdorohen. Kromi, nafta, ne nuk e di më fare se çfarë ngelet në Shqipëri. I kanë marrë disa privat, i çojnë matan, eksportojnë, i marrin si dhet pa përpunuara asgjë. Pra, kjo është analizë ekonomike dhe pastaj ne themi, kjo ekonomi që ka këto probleme 1, 2, 3, 4, 5, atëherë ka nevojë për të kurim. Kurse këto janë premtime për të joshur qytetarët, si zoti Rama, si zoti Berisha, të gjithë bën një listë me premtime dhe thua që do bëj këtë gjë. Tani unë them, zoti Rama thotë 1500 do bëj rrogën në shtet. Unë bëj më 5000, pse 1500? Se ti kot që kot po ja fut. Thuj 5000. Gënje tamam, sepse nëse ti nuk e bën një kostë dhe më thuash mua sa është kosta e çdo politike, dhe nga do dalin këto para, sepse ka një parim shumë të madh. Çdo lek që harxhohet në një burim, në një drejtim nga shteti, hiqet nga një drejtim tjetër. Parat, aq është buxheti shqiptar. 7 miliardë, gjysmë 8 miliardë. Me këto 8 miliardë janë të pabesueshme. Me këto 8 miliardë ti do më thuash mua, nëse ti do ta bësh rrogën në sektorin publik, thot zoti Rama 1300 euro, ose zoti Berisha thot do ta ul të vështon 15%, do më thuash, sa është kosta e kësaj? Dhe nga do heqësh këto para. Sepse këto para nga ky buxhet dal, nuk është se ne do fishojmë buxhetin apo do të trefishojmë buxhetin. Narrativën negative Berisha thot nga korrupsioni, nga PVP. Dakor. Tani Okej, unë po flas. Pra, është e kot që të merresh me këto gjëra. Janë për bërë, një pjesë e tyre mund të realizohen se ti gjithmonë mund të bësh. Ti mund të bësh çfarë duash. Ti mund të heqësh komplet nga një sektor dhe mund t'i bësh. Në momentin që ke 120 milionë euro që vajten për të mos ndërtuar asgjë, incineratori asgjë kundi, 120 milionë euro i vajten Beketit, 110 milionë euro i mori Beketi nga parat publike, ti mund thuash dhe kjo narrativ mund të jetë besueshëm, mund thuash që do kurse nga kjo dhe nga kjo. Por gjithsesi, që ti thuash kjo është politik premtim i bazuar, duhet të bësh një analizë se çfarë po zgjidh, koston e kësaj gjë të thuash mua nga do dalin këto para për të financuar. Prandaj në këtë kuptimi diskutimet e thella nuk kanë shumë vlerë. Okej, pastaj do rikthehen për BE-n. Zekti? Shiko, kur janë opozit partitë bëjnë premtime realisht të shfrenuara. Dhe që ka bërë kryeministri i sotëm në vitin 2013 kur foli për uljen e TVSH-s për sportin deri në 6%, por e legalizim fala se me radhë gjëra domethënë. Edhe tani zoti Berisha duket sikur është kapur nga kjo e premtimeve, po themi gati shfrenuara për të rrejtur vëmendjen e njerëzve. Unë bëj dakord me Neritani që ka nevojë për një analizë shumë të thellë të ekonomisë për kuptuar çfarë gjendje kemi dhe të identifikojmë zgjedhjet. Se kështu para shifrat, ne kemi një ekonomi me 23-24 miliardë aq GDP-ja jonë. Dhe që të realizohen të gjëra duhet pak në rritje ekonomike, me shifër thjesht, po themon, gati 10% vitë. Pra janë të pabesueshme, po thoni që si janë ulur as bëjnë dy kalkulime. Dikush mund të thotë që mund të rritet me 10% në vit, po është shifër që do thyrë rekordet e botës. Po hajse po ezëm që bëhen, po aty ka shumë gjëra që shiko, me $100 në muaj po të rishti pensionet e 500.000 njerëzve, duhen $5 milion në muaj, duhen $600 milion në vit. Pra janë shifra, nuk janë shifra të vogla. Buxheti jonë është 25% e GDP-s. Po duhet të thënë që 2017 dhe 2020 kemi pas premtime fare, unë shoh se pozitiv. Dakor. Kjo është gjëja e parë që vjet e re, siç ndodh gjithmonë, pra shifrat e hedhura për qarkullim elektoral. E para, e dyta, siç pra bie dakord me Meritanin dhe siç nuk bie dakord për gjëra të tjera, që po programet nuk janë arsyeja pse votohen partitë. Partitë votohen kur ato arrin të reflektojnë shoqërinë. Kjo është thelbi i partive. Joseph Nye, një teorician i madh amerikan, thotë që
populli është pajisur nga Zoti me një veti gjigande që është inteligjenca emocionale. Njerëzit arrin ta kuptojnë në mënyrë të mrekullueshme nëse politikani A, Neritani, politikani B, Lubonja, partitë A dhe B e kanë seriozisht, e bartin seriozisht, janë qetësuar seriozisht, ajo dhimbse ky popull dhe a e kanë seriozisht që ta trajtojnë hallin e këtij populli apo jo? Njerëzit e kuptojnë të gjë, qofshin ata bari, profesor, inxhinier, mjek apo infermier. Pra e ka çdo kush në ADN-n e tij këtë gjë. Edhe kështu fiton zgjedhjet, nuk fiton zgjedhjet me shifra. Kjo është gjëja që dua të them unë, sapo ato të zotit Rama, unë shoh një premtim komplet futuristik, domethënë në antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian në vitin 2030. Sigur e kemi edhe në dorë, sikur vendosim ne se ku do ta antarësohemi. Kjo është çështja. Traktati i fundit që ka bërë Bashkimi Evropian është Lisbona në vitin 2007. Nga ajo kohë nuk ka më traktate. Nga 92 ose nga 86 deri në 2007 ka pasur disa traktate. Akti unik evropian, Maastrichti, Nisa, Amsterdami, Lisbona. Pra BE ka qenë dinamike dhe zgjeroi në shkollën politikat e kohezionit, politikat ekonomike, politikat e sigurisë me radhë. Nga 2007 BE ka një problem, ka instancione dhe nuk ka as integrime. Rumania dhe Bullgaria në atë moment, nga ajo kohë sepse pra edhe kjo pa besueshme po thua. Se duhet i rikthehen pas publicitet dhe njerëzaj. Për te gjëra të mëdha gjeopolitike, BE është një konglomerat gigant politikash bujqësore, ekonomike, kohezioni, shumë para, shumë shpenzime në vendet e Europës Lindore që janë vende kryesisht me toka të mëdha, me bujqësi. Pra, shiko, shumë e kografitur puna e BE-s, është një rend diell në farë mënyrë. BE thot ky se do ky, e kupto? Kjo mund bëhet vetëm po desh BE për qef, po kriteret e Kopenhagenit ne nuk i plotësojmë për shkak me gjashtë fjala. Se ka kriterë, janë 4 kriteret e Kopenhagenit. Ne jemi në fund botës për ato kritere. Po mirë, premtime janë. Dakor, ne përpiqemi të themi njerëzve që po themi ne të paktën ne mundohemi të themi njerëzve Rumania që u futur. Po dakor, pra, thash herë, kishte dinamika të tjera BE-ja. Kishte dinamika të tjera BE-ja nga 92. O dritan, këtë thash pra, 92, 2007 ka 10 traktate. Tani s'ka më, ka heshtje. Okej, Ila, dakor. Inshallah jep një bërdak. Ore, inshallah do Zoti i madh hym. Unë them që ai është shpëtimi jon. BE-ja ka gjëra edhe, por ne të paktën në këto gjendje dramatike që jemi, vetëm aty mund të jemi lloj. Por është premtim futuristik. Si duket të premtime, pastaj BE-s i kthehemi edhe një herë. Janë programe taktike, janë programe për të fituar zgjedhjet, por gjithsesi kur vjen ai momenti ku ti në votimit, nuk e di kush e ka thënë, është momenti më irracional. Janë ca që në atë moment për inatët dikujt i kujtohet, voton dikët tjetër e thret gjaku i të parëve dhe vazhdon traditën e vet. Kështu që është një moment i cili nuk para ka lidhje me programet më saktë janë për njerëzit që dinë të diskutojnë për to. Dhe unë në fakt nuk shikoj ndonjë program i cili të jetë një program taktik për vitet e para, për 4 vjeçarin, apo një program strategjik për vitet e ardhme. Rama nuk e ka shpalosur akoma, pritej sot, është shtyr ndoshta të hënën. Shiko, unë do doja të dija për shembull ku do fokusohej, ta zëm Berisha në 2013 u fokusua te rrugët, madje u bë edhe me rrugë që e bënte Partia Socialiste, por në fakt ishte një zgjedhje e drejtë e tillë dhe sot neve kemi e cila u vazhdua dhe nga PS-ja, sot kemi një infrastrukturë nuk po them moderne, po bashkohore. Në çdo cep të vendit ti mund të shkosh në asfalt. Unë do doja të dija cila do ishte perspektiva për 10 vjeçarin e ardhshëm. Ndoshta do doja ta dëgjoja që do ishte arsimi, ose ndoshta që do ishte mjekësia, sepse ne jemi vend i vogël, kaq që kemi GDP-n, kaq mund të investojmë. Ose ndoshta të ishte industri e lehtë, sepse ne kemi një industri turizmi, le të themi, i cili të gjithë shumicën e produkteve e merr nga jashtë. Prandaj, unë nuk mund të them që nuk shikoj ndonjë program të asnjëra për këtyre. Shpresoj që në të ardhmen Partia Socialiste, sepse kam idenë që ata do ta fitojnë mandatin e 4, të gjithë treguesit janë që ata e fitojnë, të ketë një program i cili do dali përtej turizmit edhe ndërtimit. Turizmi i ka marrë këmbë të veta, mjaftojnë të kemi disa procedura për dhënien e lejeve të resorteve, se kemi një 400 kilometra vijë bregdetare dhe është populluar një 30 kilometra prej saj, ndërkohë që fqinjët tanë e kanë super të zhvilluar popullimin e vijës bregdetare. Do doja që të lehtësoheshin këto proceset për dhënien e lejeve të ndërtimit, qoftë në Bregdet, qoftë për agroturizmin në thellësi, sepse të marrësh leje në një shtëpi në fshat të duhet të bësh një sër procedurash që të shkojnë një 20.000 euro të shkojnë vetëm për lejet, për të marrë lart e poshtë në administratë. Kështu që them që programe deri tashti nuk kemi. Mbase në të radhën kemi bujqësinë. Bujqësia në fakt po zhvillohet në ulësirën perëndimore, por kemi malsinë, kemi blegtorinë e cila ka pasur një rënje drastike të baktive. Çfarë do bëhet për këtë? Fondet që do jepen,
kështu nuk e shikojmë, me thënë drejtën, për bujqësinë, me gjithë se flitet, mekanizmat nuk janë akoma. Ishte një mekanizëm që vari nga Ministria e Bujqësisë, i cili më tepër u kthyer në një grop sheptike ku fusin duar dhe Okej. Të shohim pak në programin e PS-s është parashikohet hënën, të shohim. Nuk di nëse PD-ja do të bëjë një event për programin për ta prezantuar, po PS-ja e kishte sot edhe ka shtyrë për të hënën. Shkojmë publicitet dhe flasim edhe një herë për premtimin kryesor, shtyllën kryesore të fushatës deri tani të Partisë Socialiste, Shqipëria në BE në 2030, sa realiste. Publicitet dhe rikthehemi. Okej, rikthehemi, minutat e fundit, do ju kërkoja panelistëve shumë shkurt një kontribut tani për premtimin kryesor të Partisë Socialiste, që si thash është Shqipëria në BE në 2030, edhe që është edhe motoja, mund të themi, deri tani e fushatës elektorale PS-s, nga ana tjetër PD-ja ka sloganin Shqipëria madhështore. Në çfarë muaji është në 2030? Nuk e di, nuk e ka të përcaktuar. Okej. Do pyesim? Në janar direkt apo gjatë vitit? Ç'do të them? Okej. Kur do të ishte? Si u bë kjo punë? Na thot tamam se kur. Fillojmë bashkë Amine. Shqipëria madhështore apo Shqipëria në BE? Po ne mund të marrim një nga një. Shqipëria madhështore nuk e di çfarë do të thotë. Nuk e kuptoj, nuk di që të them, por Shqipëria në vitin 2030 jo nuk do futet Shqipëria në vitin 2030, sepse po të gjykosh nivelin e gatishmërisë së Shqipërisë për të futur në BE, duke nisur nga vetë raportet e Bashkimit Evropian, nuk ka nivel gatishmërie për të futur. Në gjysmën 1/3 e gjithë kapitujve ka nivel të ulët të gatishmërisë për të futur, përgatitjes. Në pothuajse gjysmë 40% ka nivel të moderuar dhe vetëm në 21% ka nivel të mirë, që duhet ta ketë avancuar për të futur. Domethënë nga pikpamja teknike, për sa i përket procesit teknik negocimit, ky është proces që zgjasim me shumë vite dhe Shqipëria është shumë larg. Në çdo lloj aspekti tjetër, pastaj po të marrësh demokracinë, po të marrësh vlerëtari ka Shqipëria, nuk mendoj se Shqipëria është e gatshme për të futur në Bashkimin Evropian dhe për më tepër duke gjykuar politikën e Bashkimit Evropian, sidomos ngritjen e partive të djatha në shumë vende të Bashkimit Evropian, të cilat po rrezikojnë edhe marrjen e pushtetit në Gjermani, në Austri, në Francë e tjerë, të cilat kryesisht janë kundër zgjerimit, por më tepër janë kundër migrantëve, kundër krimit, kundër gjitha gjërave, të cilat në një farë mënyrë i vishen vendeve që janë jashtë Bashkimit Evropian. Mendoj që edhe politikisht vendet e Bashkimit Evropian janë përgatitura për të na pranuar, sepse në fund ditës ky është një vendim që nuk e merr qeveria shqiptare, zoti Rama mund ta premtoj sa të doj, ky është një vendim që merr Bashkimi Evropian. Dhe qeveria shqiptare nuk ka absolutisht asnjë lloj ndikimi në këtë lloj vendimi. Ne mund të përgatitemi nga ana teknike, që është një proces prapë i gjatë. Unë nuk dua të hyj teknikisht, se po të hyj teknikisht Shqipëria nuk është as kurkundi. Administrata publike shqiptare është një administratë që është nga kushtet kryesore, është një administratë e shkatërruar, e korruptuar, ku shikon që ka institucione tëra, ku drejtor, jurist, sekretar, ndihmësa, ekspert bëjnë vetëm letra për të vjedhur shefat, për të vjedhur tendera, për të vjedhur koncesione, ti kupton që kemi administratë e cila që këtu është e paaft për të qeverisur një vend i cili është vendi i Bashkimit Evropian. Pastaj ti po do duash nga ana metaforike merr një ministër shqiptar dhe ule ato me një ministër të Gjermanisë, edhe ky ministër shqiptar do ketë votën për vendimin që do marrë Gjermania. E imagjinon këtë gjë? Merr një ministër shqiptar. Edhe merr ministrin e financave të Shqipërisë, ministrin e mbrojtjes të Shqipërisë dhe ule me ministrin e mbrojtjes të Gjermanisë në një tavolinë me ministrin e financave të Gjermanisë dhe ky ka vetëm. Ti thot atij nuk do bëhet siç thua ti, do bëhet siç të mund. E më imagjinon që kjo mund ndodhi në vitin 2030? Sepse në Këshill vendimet janë me veto, pra njëri tjetër kundër se merret dot vendimi. Hila, Shqipëria madhështore apo Shqipëria BE-s? Në Bullgarisë për shembull. Kështu që fantazia edhe mund t'i afrohet asaj. Në rrethana të tjera u futën ato vende. Por dhe janë penduar që janë futur madje dhe kanë probleme të caktuara. Prandaj po them. Dhe ka një euroskepticizëm sot në Bashkimin. Këto kanë qenë vendime politike kur janë futur ata. Dhe i menduan si gafa për zgjerimin. Patjetër, mendoj që është më tepër se kur në dyshim futja e Shqipërisë. Nëse do kishte vazhduar procesi normal, Shqipëria do ishte futur
në mos gabojmë pas një 20 vjetësh që na e vu një herë stekën. Mbaj mend diku nga viti 2001 ka qenë deputet holandez dhe tha Shqipëria do futet në BE në vitin 2021, u quan shqiptarët, politikanët shqiptarë që janë këto që thoni 2025 ja ku jemi hiç gjakundi. Kështu që në procese normale do futeshim pas një 20 vjetësh sepse ka që të gjitha problemet Shqipëria, duke filluar nga administrata, ekonomia, që si ka parametrat fare të Bashkimit Evropian, e të tjera, e të tjera. Bashkimi Evropian ishte në një krizë strukturore, sepse ndodhi pikërisht kjo që shtetet të vogla të cilat janë mjelëse të Bashkimit Evropian, fillonin e vinin veto, kryonin probleme, Hungaria, po, edhe tjera. Imagjino të fusnje pastaj Shqipërinë, Maqedoninë, Malinezi, Serbin, Kosovën, qarë gërgame madhe do bëhet aty. Por, them që lufta në Ukrainë i ka hapur një sy Europës, por gjithmonë edhe këtu prap jemi në dilemën, do ta pranoj apo jo që të unifikohet territorialisht, të bëhet një tër, një Europë e tër, duke futur problemet këtu, pra gjithë këto shtete gjysmë të falimentuara, si që jemi neve, apo do vazhdoj të rikëshu dhe do strukturohet, do bëhet një, le të themi, një Europë që ka një senat, pra janë ata të mëdhenj që derdhin gjithë parat, Gjermani, Francë, Spanjë, Itali, dhe do jenë këta vejlit që janë vetëm për të prishur gjakun. Kjo mbetet për të parë, në qoftë se do mbizotroj vendimi politik, neve do futemi. Është një problemi madh mungesa amerikanëve, të cilët gjithmonë kanë bërë presion për integrimin e këtyre shteteve, për futjen e këtyre shteteve. Pra po thua është realiste, mund të realizohet 2030. 2030 është një bazë që ka vënë Rama, po jo me standardet e tij, ka vënë për Europën. Domethënë, po ja dha edhe një bërdaf Putinit, trembën europianët na unifikojnë të gjithëve. Po ndëjti aty ku është në Donbas, pastaj është bëhet për të parë. Dekti? Që lidhe me premtimin për Bashkimin Evropian, thash, është futurist, edhe nuk varet nga ne. Për Shqipërinë madhështore s'më tha Gjehila? Unë po them diçka për Shqipërinë madhështore, unë mendoj që është projekt edhe ai jo realist, nuk thot asgjë Shqipëria madhështore, aq më tepër ta bëjmë përsëri Shqipërinë madhështore, nuk e di kur mund themi që ka qenë Shqipëria madhështore. Nuk ka kuptim thuhet kjo gjë, po është një imitacion i diçka që vjen nga SBA-ja, por kjo ka kuptim vetëm SBA, as Gjermania s'mund të thotë bëjmë Gjermani madhështore, jo më të themi ne Shqipëri do bëjmë Shqipëri madhështore, po është një truk, le ta themi. Unë do të them diçka tjetër. Ne në Shqipëri, po ndoshta në shumë të tjera, po si mos ne, besoj kemi një klasë politike e cila është bashkë gjitha. Edhe nuk reflekton fare njerëzit. Klasa politike e Shqipëri ka, e thash pak që fillim fakt, ka mënyrën e vet komunikimit, ka gjuhën e vet, ka stilin e vet, ka edhe bazën e vet ekonomike. Partitë politike në Shqipëri, pas në Europë, si mos Shqipëri, nuk financohen më nga kuotat e njerëzve. Financohen nga i bazë sektora ekonomike, i bazë sektora biznesmenësh dhe klasa politike e Shqipëri ka të njëjtën bazë biznesmenësh. Edhe është shkëputur totalisht, është gati, jo thjesht nuk reflekton popullin, por për mendimin tim është dhe armike me njerëzit. Kjo gjë reflektohet tek sloganet e partive. Janë të dyja në truk. Problemi që ka Shqipëria sot është krimi i organizuar, korrupsioni i nivelit lart politik. Ky është problemi. Edhe të dyja përpiqen ta shmangin, sepse të dyja nuk duan thonë që po, kjo është sfida. Do përkrajmë çdo lloj përpjekje serioze për të luftuar krimin dhe korrupsionin, edhe do shohim natë parë nga vete jonë. Ne ku jemi vetë. Se kështu bëhet fushata dhe kështu fitohen zemrat e njerëzve. Kështu reflektohet populli. Okej. Që dyja partitë Unë herë mendoj që kështu si po vinë punët, nuk e di se si do jetë Europa në 2030 vetë, sepse me këto lufta në Ukrainë, Amerika, sepse ajo ka përdorur atë great again, e kanë përdorur dhe një formull tjetër, make Europe great again, e ka përdorur Elon Musku, dhe kuptimi është i kundërt me këtë Europën që mendojmë ne si Europë e bashkuar, po Europa me këto vendet e veçanta, Gjermania, Franca, që domethënë dalin dhe zhvillohen ideja e tij, po ata janë sovranistë, mbështesin pikërisht këta lëvizje sovraniste. Kështu që nëse do marrë përpjet, si më do marrë kjo rruga e sovranizmit duke patur parasysh. Do kemi bëhe fare. Edhe këtë më duket se është shumë larg ajo dhe ne duhet mendojmë se si ta bëjmë Shqipërinë të mbijetoj, të ekzistoj bile.
se na krijojnë shumë probleme, se Europa ka qenë sado një ëndër, një ashtu për ta mbajtur, për ta motivuar, po mendoj që ka shumë probleme Shqipëria, dhe në kuptimin, domethënë po fituan sovranizmat, po fitoi Putini që mbështetet me Serbinë, nuk dim se si mund vinë gjërat. Kështu që duhet jemi realistë dhe jo të bëjmë këto premtime, por këto janë prapa ajo që thash, që trajtojnë popullin si budalla dhe i japin premtime kështu sikur të jetë një fëmijë, ose më mirë po them si një fëmijë që ha karamelet, kupton. Megjithatë, nëse mund të diskutojmë, ka disa çështje të rëndësishme që vendosen nga këto zgjedhje, ose të paktën këto zgjedhje do indikojnë. Është çështja e futjes së krimit në ekonomi dhe kapjen nga krimi të politikës dhe ekonomisë. Kjo çështje është në vot 11 maj. Është çështja e monopolizimit të mëtejshëm të ekonomisë, grumbullimit të gjithë pasurive publike dhe të ekonomisë shqiptare në pagduar. Edhe kjo është çështje që diskutohet 11 maj. Pavarësisht se do ndryshoj kjo? Jo, ja, ta them atë gjë. Pra unë nuk e di se ç'do të bëjë opozita. Nuk e di çfarë programi ka. Nuk e di se çfarë qendrës s'ka folur për krimin e organizuar, nuk ka folur pastrimin e parave për të ketë një program, për shmarrë me ato që ne tham, të cilat janë më tepër politika sociale dhe premtime për të joshur, se sa premtime për të kapur atë që thash, thelbin e strukturës së pushtetit ekonomik dhe pushtetit politik në Shqipëri. Këtë nuk e ka prekur as opozita. Dhe çështja që ndron 11 maj, ne e dim se çfarë do ndodhi zoti Rama, do vazhdoj thellimi i futjes së krimit në ekonomi, do vazhdoj pastrimi i parave, do ndërtohet nga Shëngjini deri në Sarand, çdo cep e Bregdetit do t'i jepet kujdo që ka para për ndërtuar, çdo shesh në ngelen Tiranë do ndërtohen kullat larta, që tani janë ja 10-15 cilat janë miratuar, ose i lexojmë nga revistat e huaj do ndërtohen, 50-60 100 kate kudo. Edhe ke shtëpia ime do mbi një 45 kaçe që quhet Ambasadori, e pas kanë miratuar, hije për gjithë lagjen. Nuk dihet se kush e ndërton, ai që e ka marrë është një njeri anonim që nuk i ka ato para, dikush tjetër është mbas tij, pra do vazhdoj kjo gjë apo jo? Nga ana tjetër do vazhdoj monopolizimi i ekonomisë në pagduar, 5-6 biznesmen marrin çdo kontratë shtetërore, çdo koncesion dhe vazhdojnë monopolet, do vazhdoj privatizimi i sektorit publik, jo tamam privatizim, tjetërsim tek privati, shëndetësia, do vazhdoj shëndetësia me koncesione të tjera, ka disa koncesione shëndetësi që përgatiten, do vazhdojnë koncesione të tjera në fusha të tjera dhe kjo është shumë e rëndësishme. Çfarë ndodhi me portet dhe aeroportet? Çfarë do ndodhi me portin e ri? Do t'i kalojë gjithë i privatit apo do kemi një port të ri? Këto janë çështje të rëndësishme që vendosen 11 maj. Ne nuk do futemi 2030 në BE, Shqipëria s'ka për të bërë madhështore, kjo është e sigurt. Problemi është në këtë Shqipërinë që kemi ne, që zë futet në BE në 2030 dhe që zë bëhet madhështore në 2025 në 2030. Çfarë Shqipëri do jetë? Një Shqipëri ku të gjitha mundësitë i kanë një grusht i vogël njerëzit dhe gjysma këtyre janë kriminal, apo një Shqipëri e cila do jetë pak më e hapur, do ketë më shumë mundësi dhe ne fillojmë të mendojmë për të ardhmen, për ta ndërtuar në Shqipëri të paktën të rinjt dhe të mos ikin jashtë Shqipërisë. Këto janë çështje thelbësore, do diskutojnë, këto do të diskutojë opozita, po qëse më dëgjon mua. Do në ritat do të fillojnë të diskutojnë dhe intelektualët, si diskutojnë mas intelektualët. Okej, dakor. Këto janë çështje kurse ne tani flasim për pak propagandë, flasim për ca batuta, fatkeqësisht një propagandë që ngjit dhe nuk flasim për thelbin, për shqetësimet e vërteta. Shiko, e mbylla. Politika është pushteti për të vendosur kush merr çfarë, kur dhe si. Ai që do marri pushtetin në 2025, 11 maj do e mbajë, do e marri, do vendosi kush do marri çfarë, do vendosi kush do i marri koncesionet, kush do i marri ekonominë, kush do i marri lejet, kush do marri ndërtimin, gjitha gjërat. Kjo është çështja dhe kjo prek jetën e çdo shqiptari. Dhe për këtë do diskutojmë dhe shpresoj diskutojmë. Ne do vazhdojmë diskutojmë. Duke filluar nga e hëna, do shihemi prapë, për këtë javë kemi mbyllur sot. Faleminderit që ishe me mua se Amini. Faleminderit Bonja, faleminderit Zekti, Hila. Ne shihemi të hënën, orë 21 në Open News 24 si gjithmonë, fundjavë së mbarë. Natën mirë.